Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Arrestohet një person i dyshuar si bashkëpunëtor në vrasjen e rojes 58 vjeçar në Vlorë. Policia në kërkim të autorit kryesor, krimi u porosit nga Dubai. Edi Rama i quan Shqipërinë digjitale një prioritet për Partinë Socialiste, premton më shumë laborator në shkolla dhe investime në fushën e teknologjisë. Kongresi i Partisë Popullore Europiane miraton një rezolut për zgjedhjet e 11 majit. Berisha thotë se ajo është mbështetje e qartë për opozitën. Policia arrestoi një person të dyshuar si bashkëpunëtor në vrasjen e rojes 58 vjeçar në Vlorë 3 ditë më parë. Ai besohet se ndihmoi autorin e krimit duke i dhënë makinën me targat e ndryshuara. Ekzekutimi dyshohet se është porositur nga një grup kriminal me bazë në Dubai. Personi që shihni në këto pamje është autori i dyshuar i vrasjes së rojes 58 vjeçar në Vlorë mëngjesin e së dielës. Ai është fiksuar nga një kamerë sigurie duke kaluar në vendin e ngjarjes me kokën mbuluar me një kapele dhe fytyrën e fshehur pasi maske për të mos zbuluar identitetin e tij. Pamjet të tjera të kamerave të sigurisë treguan se ai kishte zbritur nga kodra pas banesës së 58 vjeçarit Renato Hoxhaj dhe ka qelluar 4 herë në drejtim të tij. Më pas ai është larguar po nga e njëjta rrugë pranë Kuzum Babas. Ndërkohë, dje në mbrëmje në Tiranë është arrestuar i riu Eris Mehmetaj, i cili dyshohet si bashkëpunëtor në krimin e rënd. Hetuesit fillimisht identifikuan makinën me të cilën kishte lëvizur autori dyshuar dhe më pas rezultoi se këtë automjet Mehmetaj ja kishte dorëzuar autorit para krimit, ndërsa makinës i ishin ndëruar targat. Eris Mehmetaj ju sekuestroi edhe një celular që pritet të zbardhë të dhëna të tjera për vrasjen e Renato Hoxhaj. Gjithashtu rezulton se Mehmetaj merri me shitje pronash dhe njihet si Miki Roan Brahimit, i ekzekutuar një vit më parë në Greqi. Për sa i përket faktit se kush qëndron pas vrasjes së 58 vjeçarit Renato Hoxhaj, policia dyshon se ekzekutimi i tij është porositur nga një grup kriminal shqiptar me bazë në Dubai. Gjithashtu, një nga pistat që pohetohet, por ende pa konfirmuar, është se 58 vjeçari shërbente si informatori një grupi kriminal në kohën kur u ekzekutua Gëzim Sinomate një vit më parë në Vlorë. Një 68 vjeçar është marrë peng një ditë më parë në Tiranë, ndërsa autorët i kanë kërkuar bashkëshortes së tij 2 milion lek për ta lënë të lirë. E alarmuar nga telefonata, gruaja ka dorëzuar në zonën e Saukut 1.7 milion lek, ndërsa policia ka nisur menjëherë hetimet. 5 persona të identifikuar si Sulejman Sina, Clinton Sina, Idajet Mashollari, Bajram Ibraliu dhe Nikoleta Begolli u vunë në pranga për ngjarjen. 68 vjeçari dyshohet se kishte lidhje intime me Nikoleta Begollin. Ai është marrë me forcë në një makinë dhe është mbajtur peng për rreth 5 orë në një shtëpi të braktisur në fshatin Kakunj. Shqipëria digjitale, sipas Edi Ramës, është një nga prioritetet e Partisë Socialiste. Rama premtoi shtimin e laboratorëve në shkolla, si dhe më shumë investime në fushën e teknologjisë. Kryesocialisti Edi Rama zhvilloi sot një takim me të rinjtë angazhuar në fushën e teknologjisë dhe inovacionit, por t'i dhënë më shumë prioritet nismës për zhvillimin e Shqipërisë digjitale. Ka përforcuar atë me një kurs në Java. Rama shpreh se qeveria synon që të çojë numrin e laboratorëve inteligjent nëpër shkolla në 1000, ndërsa dha lajmin se me mbështetjen e Francës do të investohet në një tjetër strukturë teknologjike. Këtu te piramida për pak ditë besoj në mesin e majit, kur do të bëhet samiti i komunitetit politik evropian, është planifikuar që së bashku me presidentin e Francës të hapim edhe një tjetër strukturë, është tani më gati, ngjitur këtu, është një strukturë shumë e njohur tani më në botën e teknologjisë, një shkollë tërësisht ndryshe nga shkollat tradicionale, quhet Shkolla 42, Ecole 42. Rama premtoi më shumë vëmendje për programin e startupeve. Ne po shohim një prurje të pazakonshme, nëse mund ta quaj kështu, kompanish të huaja që duan të konsiderojnë Shqipërinë si një pikë për të vendosur
operacionet e tyre në pikërisht fushën e teknologjisë. Dhe nga ana tjetër, ne jemi shumë të vetëdijshëm që paralelisht me çka bëjmë për të nxitur sipërmarrjen në këtë fushë, kemi një ndek akoma të konsiderueshëm në kërkim zhvillim. Dhe duhet t'japim më shumë. Programi i kodimit është një nga nismat më ambicioze të qeverisë në kuadër të vizionit për ndërtimin e Shqipërisë digjitale, duke subvencionuar kurse profesionale në fushën e teknologjisë dhe kodimit për të rinjt. Partitë Popullore Europiane miratua një rezolut në mbështetje të opozitës në Shqipëri në prag të zgjedhjeve parlamentare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se në 11 maj Edi Rama do të ndëshkohet me votë. Opozita sipas Berishës do të marrë pushtetin për të antarësuar vendin në Bashkimin Evropian. Në Kongresin e Partisë Popullore Evropiane, i cili po mbahet në Valencia të Spanjës, u miratua sot një rezolut për zgjedhjet parlamentare të 11 maj në Shqipëri. Nëpërmjet kësaj rezolute, Partia Popullore Evropiane shpreh shqetësimin për situatën politike në vend dhe raportimet për keqpërdorimin e burimeve shtetërore, për fenomenin e shitblerjes së votës apo presionin mbi administratën. Nga Spanja, kryetari i Partisë Demokratike Berisha cilësoi aktin e votimit të kësaj rezolute si mbështetje për opozitën në prag të zgjedhjeve të 11 majit. Mendoj se sot populli opozitar, pikërisht pak ditë para zgjedhjeve, merr një thirrje, një pushtrim për të nda nga të gjitha këto problematika të rënda të krijuar nga regjimi, në mënyrë që Partia Popullore Europiane, 14 kryeministra të kësaj organizate të mund të mbështesin Shqipërinë në rrugën e integrimit evropian. Sipas Berishës, pas këtij kongresi e pas kësaj rezolute, Partia Demokratike është gati për betejën e fundit për fitoren e zgjedhjeve të 11 majit. Bota politike, shumica e botës politike është kundër Edi Ramës, ndëshkon Edi Ramën. Dhe mos harrojmë se janë 74 fitore të forcave të qendrës djathtë gjatë këtij viti dhe 75 do të jetë fitoria e Partisë Demokratike, e cila mezi pritet nga partnerë dhe miq tanë në Partinë Popullore Europiane. Nëpërmjet kësaj rezolute, Partia Popullore Evropiane i bën thirrje Bashkimit Evropian, OSBE-s, Këshillit të Evropës dhe institucioneve të tjera të kërkojnë autoriteteve shqiptare të japin fund çdo veprimi të pretenduar për keqpërdorimin e burimeve shtetërore, për blerjen e votës apo presionin mbi votuesit. Në 3 muajt e parë të këtij viti, nga Rinasi udhëtuan rreth 2 milion pasagjerë, të dhënat tregojnë një rritje të ndjeshme krahasuar me një vit më parë, ndërsa shifrat pritet të rriten me afrimin e sezonit turistik. Udhëtimet me avion vjojnë të udhëheqin tregun e transportit, duke dëshmuar vit pas viti shifra pozitive. Të dhënat më të fundit referuar Institutit të Statistikave flasin për një rritje të numrit të pasagjerëve në 3 mujorin e parë të këtij viti. Konkretisht për periudhën janar-shkurt-mars 2025 kanë udhëtuar rreth 2 milion pasagjerë. Një vit më parë kjo shifër ishte 1.9 milion, duke konfirmuar një rritje prej 9.1% krahasuar me një vit më parë. Por teksa numri pasagjerëve është rritur, numri fluturimeve është njësoj sa një vit më parë. Në total, në hapësirën ajrore shqiptare kanë fluturuar rreth 65.000 avion, ku 80% e tyre e zënë mbi kalimet. Ndërsa sa i përket fluturimeve direkte për dhe nga aeroporti Rinasit, rezultojnë të jenë 13.332, gati njësoj sa në 3 mujorin e parë të vitit 2024. Në tregun ajror shqiptar operojnë 19 kompani ndërkombëtare fluturimi dhe 1 shqiptare, ndërkohë që kjo rritje e fluksit të pasagjerëve vit pas viti i dedikohet hapjes së tregut, hyrjes së kompanive low cost, si dhe lidhjes së aeroportit të Tiranës me gati 150 destinacione europiane dhe jo vetëm. Kanceri i qafës së mitrës po prek edhe moshat e reja, por mjekët thonë se në rastet kanë pësuar rënje, pasi gratë dhe vajzat kanë filluar të ndërgjegjësohen edhe kryen kontrolle që mund të zbulojnë në kohë sëmundjen. 130 raste të reja diagnostikohen me kancer të qafës së mitrës çdo vit në vendin tonë. Megjithatë, mjekët thonë se për shkak të informimit dhe ndërgjegjësimit të popullatës, rastet janë ulur ndjeshëm. Situata e shëndetshmërisë tek këto gra dhe vajza paraqitet e përmirësuar për shkak të informimit të popullatës në lidhje me vlerën e pap testit dhe vetë gratë dhe vajzat i drejtohen institucioneve për të kryer këtë lloj procedure.
Sipas mjekëve, kanceri i qafës së mitrës nuk shfaqet menjëherë, por zhvillohet ngadalë gjatë disa viteve. Bluzat e bardha theksojnë se ka raste edhe të moshave të reja që mund të diagnostikohen. Kanceri i qafës së mitrës nuk zhvillohet brenda ditësh, javësh, muajsh, ai do një periudhë disa vjeçare që zhvillohet nga momenti fillestar i infeksionit me human papilloma virus. Nëse një grua fillon aktivitetin e saj seksual herët dhe njëkohësisht nëse kjo grua ndryshon shumë shpesh partnerët, atëherë mundësia që kanceri i qafës së mitrës të shfaqet në mosha të reja është më i madh. Kryerja e pap-testit është mjaft e rëndësishme, pasi sipas mjekëve specialistë ndihmon në zbulimin dhe parandalimin në kohë të kancerit të qafës së mitrës. Pap-testi është shumë i rëndësishëm biles një ndër faktorët kryesor që e bën pap-testi një teknikë sensitive dhe specifike është pikërisht periodiciteti i kryerjes së pap-testit. Një grua duhet të fillojë të bëjë pap-testin mbasi ka 3 vjet që zhvillon aktivitet seksual ose mbasi ka arrit moshën 21 vjeçare. Shkaku kryesor i shfaqjes së këtij kanceri është virusi papilomës humane. Këtu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.